Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin të datës 17. Data 17 janar 2026. Po çfarë ndodh? Dhe ku ndikohen mënyra dhe mundësia, arti dhe dashuria? Janë disa gjëra që japin vullnetin, japin kohën, japin momentin. Dhe kjo ndodh pikërisht tani në këtë periudhë sepse data 17 janar. Data 17 janar duket se ka një ndikim mjaft surprizues për shumë gjëra, sepse Afrodita nga Briciapi takon Neptunin në një gjashtkëndësh, në një kënd veçanërisht romantik, që na mbush me dashuri të vërtetë. Shpesh mund të mbushet edhe me shpresa të marrëdhënie pafund. Ajo që duket se ka të bëjë shumë me punë, ka të bëjë shumë me karrierën. Gjithashtu, na jep mundësinë e favorizimeve që ndikohen pozitivisht. Dem, Briciap, Peshqit, Gaforia, Akrepi dhe Virgjesha të diçit të tretë, që kanë një mundësi, një moment shumë të mirë dhe tepër pozitiv në gjëra të mëdha. Kjo ndodh nga ora 7 deri në orën 9. Kemi orën 11 dhe 13. Që formohet këndi, një gjashtkëndër midis Diellit dhe Briciapit dhe Saturnit tek Peshqit. Kjo është një kënd shumë pozitiv për marrje përgjegjësish, marrje vendimesh të rëndësishme, rënje dakord për një propozim ose fillim të diçkaje në një horizont afatgjat, do thotë kontratë. Gjithashtu favorizon kontaktet me njerëz të rëndësishëm, ndikohen pozitivisht Demi, Virgjesha, Briciapi, Gaforia, Akrepi, Peshqit dhe diçit të tretë dhe ato që kanë Diellin dhe Ascendentën. Nga ora 14 deri në orën 17, ku kemi Afroditën që kalon në Ujor, është në shenjë ajri, tradicionalisht duket se shëndohet nga Saturni dhe në astrologjinë moderne nga Urani. Afrodita në këtë pozicion përfaqëson të menduarit dhe emocionet, urren dramën dhe njerëzit e dobët, të them me kuptimin e fjalës që mund të ta hedhin ose të bëjnë diçka të tillë, por nuk e arrisin qëllimin. Kjo nuk do të thotë që nuk është të përkushtuar ndaj objektivit ose dëshirave që ka të bëjnë, sepse kushton shumë rëndësi miqësisë dhe punës së tyre. Nga ora 15 deri në orën 21 kemi të bëjmë me trekëndshën Diell nga Briciapi dhe Urani në Dem, duke na dhënë mundësinë të bëjmë gjëra të ndryshme, origjinale, të kërkojmë më shumë liri dhe shprehi në besimin dhe idën tonë. Dhe kjo ka një ndikim shumë të madh, sepse ajo çka do të ndodhi me aktivitetet e punës, kontrata të rëndësishme, biseda të rëndësishme, siç kanë përfitimet Demi, Virgjesha, Briciapi të diçit të tretë, gjithashtu shenjat e zjarrit, siç është Dashi, siç është Luani dhe Shigjetari të 10 diçit të parë. Pra janë pikërisht një ditë shumë e rëndësishme, ku këtë ditë mos e lini pas dore se do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe në atë që juve e prisni, pra data 17 do më kujtoni se ka të bëjë shumë në lidhje me bisedimet, sepse dita e shtunë, dita e Saturnit, ku tjetër, janë ka gjëra që bën që nuk ka marrë mendja, ka diçka shumë të madhe. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikimin e detajuara, pikërisht kemi këtë faqen këtu, e klikoni, e shikoni dhe më pas jeni zgjidhje për paketat që ju merrni dhe jo vetëm kaq, por ka diçka në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me gjëra të mëdha në çështjet e financave dhe jo vetëm kaq, por në anën tjetër është momenti dhe koha e duhur mbi zgjidhjen të problematikave nga më të vështirët duken më të mira sepse ju jeni ju. Pra janë të tjerët dhe mundësia juve keni tani e tutje nuk e diskutojnë, në vend dyshim kur të tjerët flasin gabimisht për juve dhe juve arrini majat me ndikime, lidhjet me punën dhe jo vetëm sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për sa i përket nga ana e zgjidhjes së konflikteve dhe të çështjeve të punës. Por nëse doni të blini paketën tuaj, si të doje barazuar bëni. Dhe duke bler paketën numër për 4 të blerjes, jeni gati për të folur bashkë në Viber apo WhatsApp. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve,
Dhe juve kërkoni që të zgjidhni një problem. Atëre problem momental. Atëre direkt mund të futeni për të abonuar membership. Po çfarë është membership? Membership ju jep mundësinë vetëm në YouTube, një dritare, ku atje mund të dërgoni një mesazh direkt dhe merrni përgjigjen direkt. Dhe aty pastaj jeni gati. Nuk e diskutojnë, nuk e vend dyshim, kur bëhet fjalë. Është diçka që juve e merrni direkt në emailin tuaj. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, kjo është shenja e dashit. Dita e shtunë, miqtë e mi të shenjës së dashit. Dita e sotme shquhet për zgjuarsi, për besë dhe për lumturi. Pini pas punës dhe karrierës. Në çështje që lidhen me dashurinë, nuk diskutohet që është me peshë deri 203. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e kuptimit dhe e vendimit, që është shenja e demit. Dhe në dashur, sado që juve merreni me takime, me bisedime, po që ditë e sotme është një ditë me sybet, them unë, sepse ndryshe mendoni, ndryshe veproni, por koha mendon ndryshe, sepse dita e shtunë, ditë që e pat në orare, nuk ka thotë Jorgo për shkakun që ishte një ditë mall. Ditë mall e themi neve në martë mërkurit e premte. Ditë e shtunë është e veçantë. Në këto orare që unë ju thash, bini pas të më kujtoni, ka diçka shumë të madhe për sa i përket punës dhe karrierës. Arsyeja e dashurisë me akrep mos më ndani. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Po çfarë ndodh me binjakët? Pse binjakët janë pak a shumë në dilema të ndryshme që ata kanë? Unë them që nuk e diskutoj, ka të bëjmë shumë kjo me çështjet e ekonomisë, lidhje me mundësi që jepen, të mundësi të arta, nëse lidhen me punën, nëse lidhen me karrierën, nëse lidhen me ndryshime të tjera, por koha tregon dhe ka treguar që jeni me fat. Në çështjet e dashurisë me shqiptar është rruga e artë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Gaforja dashura, dy gjëra keni juve për ditën e shtunë. Takime pune, dashuri e munguar. Dashuri e munguar nga ku? Një lidhje e largët është shumë afër. Dhe është një moment shumë i artë, sepse bëhen gjëra të papritura dhe momentet e mira në kohën e duhur. Dhe pse? Sepse ka kohën, sepse është një moment që shikërohet me ekonomi, shikërohet me ndryshimin, shikërohet me vendimin dhe periudhën ku ndodhin fenomene. Dhe kjo është ajo çfarë them unë, që momente, koha, ndryshimet që bëhen, dhe ka diçka tjetër, një surprizë në ekonomi. Dhe kjo është momenti më i miri dhe më pozitivi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk të 23 është Italia. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë luanët. Luanët ku? Çfarë? Çfarë duhet bëjnë kujdes? Luanët nuk kanë se kanë një problem pas, që mund të themi që çfarë mund të ndikohen ose ku ata mund të nisin diçka të re. Jo, luanët e kanë mundësinë, kanë kohën e duhur, kanë dhe momentin e artë që ata kanë filluar, dhe në momentin që ata kanë filluar, është koha e tyre për të zgjidhur dhe për të përfituar në zgjidhur problematikat e tyre dhe për të fituar në rrugtimin e jetës së tyre. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në atë çka do. Në lidhje me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash dhe me akrep është diçka mjaft pozitive dhe jo problematike. Prandaj bini pas, mos e lini pas dorë, se do më kujtoni ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, se do thotë shenja e virgjëreshës. Çfarë ndodh me virgjëreshën? Duket se për sa i përket virgjëresha ka një mundësi, një çështje të rëndësishme ekonomike financiare, një moment që e pret për të reaguar në anën e tyre, me të drejtën e tyre që nuk e kanë ata, por është një mundësi shumë e mirë tani, është një mundësi që vërtet është koha e tyre, është vërtet është momenti i tyre,
dhe periudha që ndodhin gjërat, sepse gjithmonë Lirësha duket se nuk nxitohet për të arritur finisht. Pra, eci avash sepse nxitoj. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bërë me peshk është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve duket se është një mundësi shumë e mirë tani në këtë periudhë, një mundësi shumë e artë në lidhje me zhvillime dhe ndryshime të mëdha që kanë, momenti i mirë ekonomiko-financiar, ndryshime dhe vendime, momente të arta që ata kanë. Në çështje shpirtërore lidhet që kanë bërë me binjak dhe me ujor duke të marrë. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë akrepi. Akrep të dashur, fokusoheni tek e tashmja. Po fokusohet dhe keni themelë të forta për të tashmen, jeni të sigurt për të ardhmen. Sepse dhe ndikimet, dhe ndryshimet, dhe mundësitë, dhe koha e ndryshime që bëhen, momentet që vijnë, janë në anën tuaj. Dhe kjo është një ndikim shumë i mirë, pozicionimi i planeteve që ju jep mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjidhjen e duhur në gjërat e juaja, dhe kjo është një kohë e mjaft e mirë përcaktuese në vazhdimsinë e gjërave të juaja. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bën me luan dhe me ujor janë të mbarë. Shkojmë tek shenja e radhës. Do thotë shigjetari. Përsa përket shigjetarëve, me shkak se shigjetarët e ditështune e kanë mundësinë e zgjidhjeve dhe të çështjeve të mëdha financiare për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e tyre, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Por lidhjet që bëhen, sepse ditështunë gjithmonë është pak a shumë ndikuese në anën e tyre të ekonomisë, që do thotë mundësi, do thotë dhe rëndësi të veçantë, që do thotë momentet e duhura në dashuri janë me luan dhe me virgjesh të ditëshit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për sa përket bricjapëve, meqense bricjapët duket se si kohë, si mundësi, si moment e kanë të tyre. Por ndryshimet që bëhen ose periudha kur ndodh fenomeni, është momenti juaj dhe koha e duhur për zgjidhje, për kompletimin e gjërave të mëdha që keni në ekonomi dhe në stabilizimin dhe në ndryshimet të mëdha që keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me dash dhe me akrep, është një moment që tani është koha, është mundësia, është momenti i duhur. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshore duke të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorit. Me ujorët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që zgjat shumë në ekonomi, zgjat shumë në dashuri, zgjat shumë në vendime shumë të rëndësishme, dhe kjo është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm, do thosha unë, edhe i zgjidhni gjërat në ekonomi dhe në stabilizimin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bërë me shigjetar dhe me dem janë të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshi. Periudha e shenjës së peshqive duket se koha ka treguar që tani tutje janë momente dhe mundësi të mira në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin e financave, sepse në financa është pak a shumë dhe koha e duhur në lidhje me takime, në lidhje me vendime të ndryshme që keni, në lidhje me mundësi që do të jepen dhe periudha kur ndodhin fenomene. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me shigjetar janë të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të ditës së shtunë të datës 17 janar të 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj gjithmonë që juve nëse dëshironi abonime, pikërisht tek ky butoni këtu, e klikoni, shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin që juve dëshironi. Dhe jemi gati për të biseduar bashkë për gjithçka juve ju intereson. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht këtyre gjërave. Unë ju uroj mbarësi në çdo aspekt. Gjithë mira.